Si ta mbroni dhe forconi zemrën, vetëm me këto 5 ushqime, pas moshës 60 vjeç. Pas moshës 60 vjeç, shëndeti i zemrës bëhet një nga shqetësimet kryesore për shumë njerëz. Me kalimin e viteve, enët e gjakut humbin elasticitetin. Tensioni i gjakut mund të rritet dhe rreziku për sëmundje kardiovaskulare shtohet. Lajmi i mirë është se ushqimi i duhur mund të bëjë një ndryshim të madh. Nuk nevojiten dieta ekstreme apo ilaçe të shtrenjta, shpesh mjafton të përfshini disa ushqime kyçe në përditshmëri. Më poshtë janë 5 ushqime të fuqishme që ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës pas moshës 60 vjeç. 1. Vaj ulliri ekstra i virgjër. Vaji i ullirit është një nga shtyllat kryesore të dietës mesdhetare, e njohur për përfitimet e saj për zemrën. Ai përmban yndyrna të shëndetshme mono të pangopura, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, LDL, dhe rritjen e kolesterolit të mirë, HDL. Përdorimi i rregullt i vajit të ullirit ndihmon në uljen e inflamacionit dhe mbron enët e gjakut nga ngurtësimi. Pas moshës 60 vjeç, rekomandohet të përdoret si yndyrë kryesore në gatim dhe sallata, në vend të gjalpit apo vajrave të rafinuar. 2. Peshku i yndyrshëm, sardele, salmon, skumbri. Peshqit e yndyrshëm janë burimi i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3, të cilat kanë efekt mbrojtës për zemrën. Omega 3 ndihmojnë në uljen e triglicerideve, rregullojnë rrahjet e zemrës dhe zvogëlojnë rrezikun e mpiksjes së gjakut. Pas moshës 60 vjeç, konsumimi i peshkut 2-3 herë në javë mund të ulë ndjeshëm rrezikun për infarkt dhe goditje në tru. Sardelja është veçanërisht e mirë, sepse është e pasur me omega 3 dhe njëkohësisht e lehtë për t'u tretur. 3. Arat dhe bajamet. Arat dhe bajamet janë të vogla në madhësi, por shumë të fuqishme për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë yndyrna të shëndetshme, fibra, magnez dhe antioksidant. Studimet tregojnë se një grusht ara në ditë mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Pas moshës 60 vjeç, ato ndihmojnë gjithashtu në ruajtjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kujdes vetëm me sasinë, mjafton një grusht i vogël në ditë. 4. Perimet me gjethe jeshile, spinaq, lakër jeshile. Perimet me gjethe jeshile janë të pasura me vitamina, minerale dhe nitrate natyrale, që ndihmojnë në zgjerimin e enëve të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit. Spinaçi dhe lakra jeshile ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe mbrojnë zemrën nga dëmtimet oksidative. Për personat mbi 60 vjeç, përfshirja e tyre në supa, sallata ose gatime të lehta është një mënyrë shumë efektive për të forcuar zemrën çdo ditë. 5. Tërshëra. Tërshëra është një nga ushqimet më të mira për uljen e kolesterolit. Ajo përmban fibra të tretshme, beta-glukan, të cilat ndihmojnë në largimin e kolesterolit të keq nga organizmi. Një tas me tërshër në mëngjes